A e dini se një nga gratë më të fuqishme të botës së lashtë ishte një mbretëresh ilire që sfidoi Romën dhe nuk pranoi të gjunjëzohej para fuqisë së saj. Ajo quhej Teuta, mbretëresha e Ilirisë. Në një epokë kur pushteti dhe lufta dominoheshin pothuajse tërësisht nga burrat, Teuta u shfaq si një nga figurat më të fuqishme politike dhe ushtarake të Ballkanit. Por kush ishte në të vërtetë Teuta? Si arriti të drejtonte një mbretëri të fuqishme? Dhe pse përplasja e saj me Romën e futi emrin e saj përgjithmonë në historinë e mesdheut? Historia e saj nuk është thjesht historia e një mbretëreshe. Është historia e një gruaje që guxoi të përballej me një prej fuqive më të mëdha të botës së lashtë. Pas vdekjes së bashkëshortit të saj, mbretit Agron, pushteti mbi mbretërinë ilire kaloi te Teuta. Ishte një moment i jashtëzakonshëm për kohën, sepse Teuta nuk ishte thjesht një figurë simbolike në oborrin mbretëror. Ajo mori përgjegjësinë për drejtimin e shtetit dhe u përball me një realitet politik të mbushur me rivalitete, luftëra dhe ambicie të fuqive të mëdha. Në atë periudhë, mbretëria ilire ishte një nga fuqitë e rëndësishme të Adriatikut. Territoret në ndikimin e saj shtriheshin në pjesë të mëdha të brigjeve lindore të Adriatikut dhe pozicioni gjeografik i jepte një rëndësi të jashtëzakonshme tregtare dhe ushtarake. Teuta e kuptonte shumë mirë këtë avantazh. Ajo vazhdoi politikën e zgjerimit dhe fuqizimit të mbretërisë që kishte nisur gjatë kohës së Agronit. Flota ilire ishte një faktor i rëndësishëm në Adriatik dhe aktiviteti i saj ndikonte drejt për drejt në tregtinë detare. Por pikërisht këtu filloi përplasja që do të ndryshonte historinë. Roma po rritej me shpejtësi. Pas fitores ndaj Kartagjenës në luftën e parë punike dhe zgjerimit të ndikimit të saj në Itali, Roma po shikonte gjithnjë më shumë drejt Adriatikut dhe Ballkanit. Për romakët, aktiviteti i anijeve ilire dhe sulmet ndaj anijeve tregtare ishin një kërcënim që nuk mund të injorohej. Teuta, nga ana tjetër, nuk kishte ndërmend të dorëzonte lehtësisht interesat e mbretërisë së saj. Sipas burimeve të lashta, Roma dërgoi delegat te Teuta për t'u ankuar për veprimet e piratëve ilir. Por bisedimet nuk shkuan siç shpresonin romakët. Një prej episodeve më të famshme lidhet pikërisht me përgjigjen e Teutës ndaj ambasadorëve romak. Sipas historianit Polibi, Teuta u shpreh se nuk e konsideronte ndërhyrjen e Romës në çështjet e Ilirisë si diçka të pranueshme. Madje, një prej ambasadorëve romak thuhet se i dha një përgjigje aq sfiduese, saqë më pas u vra gjatë kthimit. Ky incident u bë shkëndija e një konflikti shumë më të madh. Roma tani kishte një arsye për të ndërhyrë. Në vitin 229 para Krishtit, ushtrit romake kaluan Adriatikun. Dhe kështu filloi lufta e parë ilire. Teuta nuk po përballej më me rival lokal. Përballë saj ishte Roma, një fuqi që vetëm pak dekada më vonë do të shndërrohej në një nga perandoritë më të mëdha që kishte parë bota. Por në atë moment, Teuta ende kishte një mbretëri, një ushtri, një flotë dhe diçka që Roma nuk mund ta nënvlerësonte: kontrollin strategjik të Adriatikut. Pyetja tani ishte vetëm një: a do të arrinte mbretëresha ilire ta ndalte Romën përpara se ushtrit romake të depërtonin në zemër të territorit të saj? Përgjigja do të vinte shumë shpejt dhe do ta ndryshonte përgjithmonë fatin e Teutës. Roma kishte kaluar Adriatikun dhe tashmë konflikti nuk ishte më një kërcënim i largët. Ushtria romake kishte hyrë në territorin ilir dhe Teuta duhej të merrte vendime të shpejta. Por këtu duhet të kuptojmë diçka të rëndësishme. Teuta nuk ishte një perandoresh që sundonte një perandori të pafundme. Ajo ishte regjentja e mbretërisë së Ilirisë dhe drejtonte shtetin në emër të trashëgimtarit të ri, Pinesit. Megjithatë, burimet e lashta tregojnë se ajo kishte pushtet të konsiderueshëm politik. Në fillim, ilirët kishin avantazhe të rëndësishme. Flota e tyre ishte e fuqishme dhe kontrolli i brigjeve të Adriatikut i jepte mbretërisë një pozicion strategjik. Por Roma nuk erdhi vetëm me anije. Ajo solli legionet të organizuara, komandant me përvojë dhe një sistem ushtarak që kishte kaluar në për dekada luftërash. Qytete dhe pika strategjike filluan të bien njëra pas tjetrës. Një prej goditjeve më të rëndësishme ishte marrja e Apolonisë, një qendër e madhe dhe strategjike në bregdetin e Adriatikut. Situata për Teutën po bëhej gjithnjë më e vështirë, dhe pastaj ndodhi diçka që do të kishte pasoja të mëdha. Disa nga aleatët e saj filluan të ndryshonin anë. Në veçanti, mbreti Demetrius i Farit u afrua me romakët. Për Romën, kjo ishte një fitore diplomatike, po aq e rëndësishme sa një fitore ushtarake. Sepse në luftë nuk mjafton të mundësh ushtrinë e kundërshtarit. Duhet i shkatërosh edhe aleancat. Teuta tashmë po përballej me një problem të dyfisht.
presionin ushtarak të Romës dhe dobësimin e mbështetjes brenda hapësirës së saj politike. Roma vazhdoi përparimin. Në vitin 228 para Krishtit, Teuta u detyrua të kërkonte paqe. Kushtet ishin të rënda. Ajo duhej të hiqte dorë nga një pjesë e madhe e fuqisë së saj dhe të pranonte kufizime të forta mbi aktivitetin ilir në Adriatik. Mbretëria humbi territore dhe ndikim, ndërsa Roma fitoi një pozitë shumë më të fortë në rajon. Por këtu historia e Teutës nuk mbaron. Përkundrazi, pas disfatës, ajo u tërhoq nga skena politike dhe fuqia e saj u zvogëlua ndjeshëm. Megjithatë, emri i saj mbeti, sepse Teuta kishte bërë diçka që shumë sundimtar të tjerë nuk kishin guxuar ta bënin. Ajo kishte sfiduar Romën në një kohë kur Roma po shndërrohej në fuqinë dominuese të Mesdheut. Por a ishte Teuta vërtet mbretëresha e parë grua në botë? Jo, kjo është një pjesë që duhet sqaruar. Teuta nuk ishte gruaja e parë që sundoi një shtet në historinë njerëzore. Shumë gra kishin ushtruar pushtet shekuj dhe mijë vjeçar përpara saj. Rëndësia e Teutës qëndron diku tjetër. Ajo ishte një nga gratë sunduese më të rëndësishme të botës antike në Ballkan dhe një nga figurat femërore që u përball drejt për drejt me fuqinë e Romës. Dhe pikërisht për këtë arsye, historia e saj vazhdon të diskutohet edhe sot. Por ka edhe një pyetje tjetër shumë interesante. Çfarë ndodhi me Teutën pas humbjes? Dhe pse burimet historike din kaq pak për vitet e fundit të jetës së saj? Kjo është pjesa më misterioze e historisë së mbretëreshës ilire. Pas marrëveshjes së paqes me Romën, Teuta u largua nga qendra e pushtetit. Burimet e lashta nuk na japin shumë të dhëna të sigurta për jetën e saj pas humbjes. Dhe pikërisht kjo heshtje historike e ka bërë figurën e saj edhe më misterioze. Por përpara se të largohej nga historia, Teuta kishte lënë pas një trashëgimi që nuk do të zhdukej lehtë. Roma tashmë kishte vendosur këmbën në Adriatik. Lufta kundër Teutës ishte një nga momente që i hapi rrugë zgjerimit të mëtejshëm romak drejt botës greke dhe Ballkanit. Dhe këtu qëndron paradoksi i madh. Teuta e humbi luftën, por emri i saj mbijetoi. Ajo u kujtua nga historianët romak dhe grek si një sunduese e fuqishme, ambicioze dhe e vendosur. Por duhet të jemi të kujdesshëm, sepse shumica e rrëfimeve të lashta për të janë shkruar nga autorë që jetonin në një botë ku Roma ishte fuqia fituese. Prandaj, imazhi i Teutës që kemi sot mund të jetë ndikuar edhe nga mënyra se si Roma e paraqiste kundërshtarin e saj. Në historinë e shkruar nga fituesit, kundërshtari shpesh shfaqet si kërcënim. Dhe Teuta ishte pikërisht një kundërshtare e Romës. Por nëse heqim legjendat dhe shohim faktet, mbetet një realitet i jashtëzakonshëm. Në shekullin para Krishtit, një grua mori drejtimin e një mbretërie ilire. Menaxhoi marrëdhënie politike. Drejtoi një shtet të përfshirë në konflikte ushtarake dhe u përball me një fuqi në ngritje që shumë shpejt do të dominonte Mesdheun. Kjo është arsyeja pse Teuta vazhdon të ketë një vend të veçantë në historinë e Ilirisë. Por historia e saj nuk duhet kthyer në një mit pa prova. Teuta nuk ishte mbretëresha e parë grua në botë. As nuk ishte sundimtarja e parë femër në histori. Gra sunduese ekzistonin shumë më herët në Egjiptin e lashtë, Mesopotami dhe qytetërimet të tjera. Ajo që e bën Teutën të veçantë është koha, vendi dhe kundërshtari me të cilin u përball. Ajo jetoi në një epokë kur fuqitë e mëdha po luftonin për kontrollin e Mesdheut, dhe Iliria ndodhej pikërisht në një nga pikat më strategjike të këtij konflikti. Adriatiku ishte një portë. Kush kontrollonte brigjet e tij, kontrollonte rrugë tregtare, porte dhe lëvizjen e flotave. Roma e kuptoi këtë. Teuta gjithashtu e kuptoi. Por Roma kishte një avantazh që në fund rezultoi vendimtar. Një makineri ushtarake dhe politike shumë më të organizuar dhe aftësinë për të krijuar aleanca me kundërshtarët e saj. Pas humbjes së Teutës, ndikimi romak në Adriatik u rrit, dhe disa dekada më vonë, Roma do të përfshihej gjithnjë më thellë në çështjet e Ballkanit. Pra, historia e Teutës mund të shihet edhe si një pikë kthese. Një mbretëresh ilire u përball me Romën. Roma fitoi. Por konflikti tregoi se Iliria nuk ishte një tokë e parëndësishme në skajin e botës së lashtë. Ishte një hapësirë strategjike me mbretëri, qytete, tregti, ushtri dhe interesa politike që tërhiqnin vëmendjen e fuqive më të mëdha të kohës. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse emri i Teutës ka mbijetuar për më shumë se 2000 vjet. Jo sepse ajo fitoi, por sepse ajo guxoi të përballej me një fuqi që historia do ta shndërronte në një nga perandoritë më të mëdha të botës. Teuta u mund politikisht, por nuk u zhduk nga historia. Ajo mbeti simboli një periudhe kur mbretëritë ilire kontrollonin pjesë të rëndësishme të Adriatikut
dhe kur Roma sapo kishte filluar të shtrinte hijen e saj drejt Ballkanit. Dhe kjo është e vërteta më e madhe për Teutën. Ajo nuk ishte gruaja e parë që sundoi në botë, por ishte një nga gratë më të rëndësishme të historisë së lashtë ilire. Një mbretëresh që hyri në konflikt me Romën dhe u bë pjesë e një prej kapitujve më të rëndësishëm të përplasjes së Ilirisë me fuqinë romake. Por historia e Teutës nuk përfundon me humbjen ndaj Romës. Në fakt, pikërisht pas humbjes fillon një tjetër histori. Ajo e kujtesës. Sepse pushtetet mund të bien, mbretërit mund të zhduken dhe kufit mund të ndryshojnë. Por emrat e disa njerëzve vazhdojnë të jetojnë. Teuta është një prej tyre. Sot, më shumë se 2000 vjet pas luftës së parë ilire, emri i saj vazhdon të lidhet me Ilirinë, Adriatikun dhe përplasjen e parë të madhe mes Romës dhe botës ilire. Por duhet të ndajmë historinë nga legjenda. Burimet kryesore që flasin për Teutën janë të lashta, por ato nuk janë rrëfime të shkruara nga vetë ilirët. Një pjesë e rëndësishme e informacionit vjen nga autor grek dhe romak, veçanërisht nga Polibi. Kjo do të thotë se shumë detaje të jetës së saj nuk mund t'i dim me siguri absolute. Nuk dim saktësisht se si dukej. Nuk kemi një portret të sigurt të saj. Nuk dim shumë për jetën e saj private. Dhe nuk kemi një dokument të shkruar nga vetë Teuta që të na tregojë se çfarë mendonte ajo për Romën, për luftën apo për të ardhmen e mbretërisë së saj. Megjithatë, ajo që dim mjafton për të kuptuar rëndësinë e saj. Teuta ishte në qendër të një prej përplasjeve më të rëndësishme politike të Adriatikut në shekullin para Krishtit. Ajo drejtoi mbretërinë pas vdekjes së Agronit dhe u përball me presionin e një fuqie që po zgjerohej me shpejtësi. Në vitin 229 para Krishtit, Roma ndërhyri ushtarakisht. Pas luftës, Roma vendosi kushte që do bësuan ndjeshëm fuqinë ilire. Por kjo luftë pati pasoja shumë më të mëdha se fati personali një mbretëreshe. Ajo shënoi fillimin e një pranie më të drejtpërdrejtë romake në Adriatikun lindor. Pas kësaj, Roma do të përfshihej gjithnjë më shumë në politikën e Ballkanit. Dhe shekuj më vonë, pjesë të mëdha të këtyre territoreve do të bëheshin pjesë e botës romake. Pra, Teuta nuk është vetëm historia e një gruaje. Është historia e një epoke që po ndryshonte. Një epokë ku fuqitë lokale të Adriatikut po përballeshin me një shtet që po ndërtonte një nga sistemet më të fuqishme politike dhe ushtarake të botës së lashtë. Dhe pikërisht këtu qëndron madhështia dhe tragjedia e historisë së saj. Teuta nuk mundi Romën, por Roma gjithashtu nuk mund ta injoronte Ilirinë. Për të kontrolluar Adriatikun, Roma duhej të përballej me fuqitë që ekzistonin aty. Dhe një prej këtyre fuqive kishte në krye një grua. Një grua që historia e ka ruajtur me një emër të vetëm, Teuta. Mbase kjo është arsyeja pse edhe pas më shumë se 2000 vitesh, njerëzit vazhdojnë të pyesin. Kush ishte në të vërtetë Teuta? Një mbretëreshe pamëshirshme, siç e përshkruan një pjesë e traditës së lashtë, një sunduese e vendosur që mbronte interesat e mbretërisë së saj, apo një figurë historike që është interpretuar për shekuj nga autorët e fuqive që fituan luftën? Ndoshta përgjigjja është më komplekse. Teuta ishte një sunduese e kohës së saj. Mori vendime politike në një botë ku mbijetesa e një mbretërie varej nga forca, aleancat, tregtia dhe kontrolli i territoreve. Ajo bëri zgjedhje që sollën pasoja. Disa prej tyre e dobësuan mbretërinë e saj, por historia nuk mund të ndryshohet, dhe emri i saj mbeti. Prandaj, kur flasim për Teutën, nuk duhet të themi se ajo ishte mbretëresha e parë grua në botë, sepse kjo nuk është historikisht e saktë. Duhet të themi diçka shumë më të fortë dhe më të vërtetë. Teuta ishte një nga gratë sunduese më të njohura të botës së lashtë ilire, dhe një nga figurat femërore që u përball drejt për drejt me Romën në fillimet e zgjerimit të saj në Adriatik. Dhe ndoshta ky është mesazhi më i madh i historisë së saj. Jo çdo figurë historike bëhet e famshme sepse fitoi. Disa bëhen të paharrueshme sepse guxuan të përballeshin me fuqinë që dukej e pamposhtur. Teuta ishte një prej tyre. Një mbretëreshe ilire, një luftë me Romën, një humbje që nuk e fshiu emrin e saj nga historia. Dhe më shumë se 2000 vjet më vonë, emri Teuta vazhdon të jetojë. Nëse do ta mbyllnim historinë e Teutës vetëm me fjalët mbretëresha që luftoi Romën, do të humbnim pjesën më interesante të saj, sepse Teuta nuk është vetëm një personazh i së kaluarës. Ajo është edhe një shembull se si historia ndërtohet, interpretohet dhe transmetohet nga një brez te tjetri. Për më shumë se 2000 vjet, emri i saj ka kaluar nga kronikat e autorëve të lashtë, te historia moderne dhe më pas te kujtesa kulturore e shqiptarëve dhe e Ballkanit. Por sa prej asaj që dëgjojmë sot për Teutën është fakt.
Dhe sa është legjend? Një nga pretendimet më të përhapura është se Teuta ishte mbretëresha e parë grua në botë. Kjo nuk është e vërtetë. Shumë gra kishin sunduar para saj. Në Egjiptin e lashtë, për shembull, figura si Hatshepsut dhe më vonë Kleopatra u bën sunduese të fuqishme. Në lindjen e afërt dhe në qytetërime të tjera, gratë gjithashtu kishin ushtruar pushtet politik shumë përpara shekullit para Krishtit. Prandaj madhështia e Teutës nuk ka nevojë për egzagjerime. Fakti historik është mjaftueshëm i jashtëzakonshëm. Ajo drejtoi mbretërinë ilire si regjent pas vdekjes së Agronit. Ajo u përfshi në një konflikt të madh me Romën. Dhe gjatë luftës së viteve 229-228 para Krishtit, mbretëria që ajo drejtonte u përball drejt për drejt me legionet romake. Ky është një fakt që nuk ka nevojë për legjenda. Por historia e Teutës ka edhe një mësim tjetër. Kur një mbretëri humb një luftë, nuk humbet vetëm territori. Humbet ndikimi, humbet kontrolli mbi rrugët tregtare, humbet fuqia diplomatike. Dhe në rastin e Ilirisë, humbja ndaj Romës ishte fillimi i një procesi shumë më të gjatë të ndërhyrjes romake në rajon. Megjithatë, Iliria nuk u zhduk menjëherë. Konfliktet mes Romës dhe mbretërive ilire vazhduan edhe pas Teutës. Kjo tregon se problemi për Romën nuk ishte vetëm një person. Ishte një hapësirë e tërë strategjike. Adriatiku, Ballkani, portet, qytetet, rrugët tregtare dhe mbretëritë që kontrollonin këto territore. Teuta ishte një prej figurave që ndodhej në qendër të këtij konflikti. Dhe pikërisht për këtë arsye, historia e saj është më e madhe se vetë jeta e saj. Ajo na tregon se si një fuqi e madhe mund të fillojë të zgjerohet përmes një konflikti që në pamje të parë duket lokal. Roma fillimisht u përball me çështjen e piraterisë dhe sigurisë së tregtisë. Por pas fitores, prania romake në Adriatik u forcua. Dhe më vonë, Roma do të vazhdonte të ndërhynte në Ballkan. Kjo është ajo që e bën luftën e parë ilire kaq të rëndësishme. Ajo ishte një nga hapat e parë të Romës drejt dominimit të Adriatikut lindor. Dhe Teuta ishte në anën tjetër të këtij ndryshimi historik. Një grua në krye të një mbretërie. Një fuqi detare përballë një fuqie toksore në zgjerim. Një konflikt që do të ndryshonte ekuilibrin e rajonit. Por ndoshta pyetja më interesante është, a ishte Teuta heroina që mbronte vendin e saj? Apo sundimtarja përgjegjëse për një luftë që nuk mund ta fitonte? Historia nuk na jep një përgjigje të thjeshtë, dhe ndoshta nuk duhet të jap, sepse njerëzit historik nuk janë personazhe bardhë e zi. Ata marrin vendime në rrethana të vështira, me informacion të kufizuar dhe nën presionin e kohës së tyre. Teuta ishte një prej tyre. Ajo humbi përballjen me Romën, por nuk humbi nga kujtesa. Dhe kjo është arsyeja pse edhe sot emri i saj vazhdon të ngjallë interes. Jo si një mit i përsosur, jo si gruaja e parë që sundoi botën, por si një mbretëreshe vërtet e historisë së lashtë ilire, e cila u përball me një nga fuqitë më të mëdha të kohës. Teuta nuk fitoi luftën, por fitoi diçka që luftërat nuk mund ta shkatërrojnë. Një vend në histori.